Dua kaloj të një tjetër diskutim, shumë egzaltim, sidomos të kampi opozitar, për arrestimin e Maduros. Nicolas Maduro, i cili ishte presidenti i Venezuelës, ligjërisht është akoma, por pa dyshim me qasje diktatoriale të theksuara. Mirë për një qëndrim, ky egzaltim i Shqipërisë, sidomos i faktorëve opozitar, qëndron, ata e lidhin që ndoshta mund të ketë ndërhyrje edhe në Shqipëri, narkotrafiku, narkoshteti. Ajo që mund të justifikohet e para një në opinionin e përgjithshëm pa i ndarë në kampe politike, është fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një partner gjeostrategjik, po themi, më shumë se i rëndësishëm për ne. E dyta, ne nuk jemi një vend i cili, domethënë, mund të mbajë një qëndrim edhe të ndryshojë gjërat në zhvillimet botërore. Kështu që besoj unë, qëndrimi që mbajti ministra e jashtme është qëndrimi që duhet të mbaj Shqipëria dhe çdo faktor politik në përgjithësi. Përtej pikpyetjeve normale që ka lidhur me shkeljen e supozuar të drejtës ndërkombëtare në rastin e, po themi, rrëmbimit të presidentit Venezuelës. Por kjo është një ngjarje, thash, që ka lidhje me ndryshime të mëdha në atë quhet rend botëror. Kështu që ajo që unë uroj është mos ketë pasoja në marrëdhëniet mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian, dhe sidomos të mos ketë zhvillime të tilla të cilat në raport me Groenlandën mund të krijojnë implikime që vjen më pas kësaj, domethënë. Implikime të cilat do ta përfshinin edhe BE-n, besoj, në një ndryshim raporti me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërsa, kur vim pasaj të palët politike, mua më duket, domethënë, edhe hipokrizi dhe naivitet ky egzaltimi i opozitës që rrëmbye Maduro edhe duke krahasuar në mënyrë qesharake me Edi Ramën, është një gjë që nuk mund të qëndrojë.